E super lajmi që duhet të ndaj sot me ju është se nga ky muaj do të rrisim shtesat për lehona. Përderisa me qeverisjet e kaluara, shtesat për lehona ishin 0 euro. Thuaj se ky shtet nuk kishte nëna lehona, për herë të parë me qeverisjen tonë, e nisëm ato duke paguar nga 107 euro për 6 muaj me radhë për lehonat e papuna dhe 3 muaj për ato të punësuarat, mbi pagesën që tashmë e marrin sipas ligjit punës. E thamë se shtesat për lehona do t'i bëjmë aq sa do t'jetë paga minimale. Shtesat e nisëm aq sa ishte paga minimale, 107 euro në muaj, pra aq sa i gjetëm pagën minimale, kurse në maj të vitit kaluar, nga 107 euro në muaj, shtesat i rritën në 325.9 euro në muaj, aq sa i binte paga minimale neto. Pra kjo para një viti. E si vjet, pagën minimale rritën përsëri. Nga 1 janari është 425 euro në muaj, kurse nga një korriku ajo bëhet 500 euro në muaj. E njësoj si kurse vitin e kaluar, edhe në këtë maj, ne po i rrisim shtesat për lehona, ashtu si kurse që kemi premtuar. Nga 325.9 euro në muaj, në 500 euro në muaj sa paga minimale. Me fjalë tjera, nuk po e presim korrikun, por rritjen po e bëjmë qysh tani. Nga ky muaj e tutje, secila nën lehon do të përfitojë mbështetjen mujore prej 500 euro në muaj. Kjo për një lehon e cila nuk është e punësuar, përkthehet në 3.000 euro mbështetje për gjatë 6 muajve, pa llogaritat edhe shtesat mujore për foshnjën bebe. Kurse për nënat lehona të punësuara, kjo përkthehet në mbështetje prej 1.500 euro, për te pagesave të cilat u takojnë atyre sipas ligjit të punës, 70% e pagës nga punëdhënësi për 6 muajt e parë dhe 50% të pagës mesatare nga shteti për 3 muajt e tjerë. E për ta dëshmuar se nuk ndalemi kur vjen puna te mbështetja e grave, shumë shpejt do të lansojmë edhe programin Super Puna për gratë, përmes të cilit të gjitha gratë do t'i mbështesim duke u paguar për 6 muaj tjerë pagën minimale nëse ato rikthehen në tregun e punës. Ju faleminderit, e tash vazhdojmë me pikat e para për mbledhjen e sotme.